Një ditë i dërguari i Zotit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dëshiroi që të transmetonte një kuptim shumë të rëndësishëm dhe një mesazh shumë madhështor besimtarëve. Dhe vizatoi një vijë të gjatë të drejtë në rër. Dhe përbri kësaj vije, djathtas dhe majtas, vizatoi dhe disa vija të tjera por më të shkurtra, nga djatha dhe nga majta. Dhe përsa i përket kësaj vije të gjatë, i dërguari Allahu të lartësuar pastaj u shpjegon dhe thotë, kjo është rruga e Zotit. Ky është Islami, feja që ka shpallur Allahu i lartësuar, dhe është rruga e Zotit. Është e gjatë, vërtet është e gjatë, mirë po të çon në destinacion. Përbri saj djathtas dhe majtas ka dhe rrugica, të cilat janë të shumta, janë të ndryshme, janë të shkurtra, pse jo mund të themi janë dhe joshëse, të joshin, të tundojnë. Mirë po nuk të çojnë në destinacion. Dhe nëse cilën prej tyre rrugicave, thot profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam, thot është një shejtan, është një djallë, i cili mashtron njerëzit, i tundon njerëzit dhe i fton që të braktisin këtë rrugën e gjatë që i çon në destinacion dhe të bëhen pjesë e këtyre rrugicave të shumta, të ndryshme në jetën e tyre. Thot kjo është rruga e Allahut. Pastaj këndoi ajetin ku Allahu i lartësuar thot: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul." Thot Allahu i lartësuar, dhe kjo është rruga ime, ndiqeni atë dhe mos ndiqni rrugicat e ndryshme të shumta të cilat ju devijojnë dhe ju shpërqendrojnë nga rruga ime. Mund ta marrim këtë hadith madhështor dhe këtë shembull që e transmetoi i dërguari i Zotit lartësuar dhe ta trajtojmë në forma të ndryshme, ose të shkëpusim dhe të nxjerrim dobi të shumta. Mirë po, ai detaj të cilin ne do të përpiqemi ta ndajmë bashkërisht sot me ndihmën e Allahut të lartësuar, është një veçori e rrugës së Zotit. Në dallim me rrugicat e shumta dhe të ndryshme dhe ofertat e shumta dhe të ndryshme që ju vijnë njerëzve për ta jetuar jetën në forma të ndryshme. Një detaj dhe një veçori e kësaj rruge është se është e gjatë, mirë po të çon në destinacion. Çdo rrugë e cila është e gjatë, imagjino nëse ke në plan të bësh një udhëtim të gjatë, detyrimisht do të marrësh disa masa. E para punës njerë duhet jesh i vetëdijshëm për natyrën e rrugës. E dyta duhet furnizohesh me të gjitha mjetet dhe me gjithçka prej furnizimit që ti të nevojitet gjatë rrugës. Dhe do bësh hesapin dhe do bësh llogarinë që të evitosh të gjitha problematikat të cilat ti mund të të dalin gjatë rrugës. Rruga e Zotit është e tillë, është e gjatë. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Zotin tënd do të adhurosh derisa ti dorëzosh shpirtin. Dhe Islami nuk është thjesht një besim i cili ne na duhet ta nxjerrim nga sirtarët në momente të caktuara ku na nevojitet. Mirë po është një sistem jete që ne na lipse dhe na nevojitet në përditshmërinë tonë, është ajo kontrata, ajo lidhja e domosdoshme që kemi me Zotin tonë, dhe përsa i përket kohëzgjatjes, derisa ti dorëzosh shpirtin Zotin tonë. Pra na duhet që të adhurojmë Allahun, na duhet që të vim në xhami dhe të falemi, na duhet që edhe kur dalim nga xhamia të sillemi dhe të jetojmë si musliman, të flasim si musliman, të ushqehemi, të kërkojmë rrezikun, pastaj gjithçka ta ndërtojmë sipas kësaj rruge që ka caktuar Zoti i lartësuar. Mirë po, në momentet caktuara do të jemi të lodhur, në momentet caktuara do të jemi të sëmur, në momentet caktuara do të jemi shumë të preokupuar, në momentet caktuara nuk është çudit të jemi ngarkuar me hallet dhe me sprovat e kësaj dunjaje. Në momentet caktuara do sprovohemi me njëri tjetrin dhe me njerëzit. Në momentet caktuara do sprovohemi dhe me armikun. Në momentet caktuara Allahu na ruaj do sprovohemi me fukarallët, me varfëri apo me diçka të tillë. Dhe në këto situata na duhet që ta ruajmë lidhjen me Zotin të freskët, solide dhe ta adhurojmë atë. Po, patjetër duhet ta bëjmë diçka të tillë. Duhet vazhdojmë rrugën me të gjitha sprovat, me të gjitha hallet, me të gjitha vështirësitë, me të gjitha situatat, ne duhet të përqendrohemi tek rruga. Tek ajo rrugë drejt, e cila është e gjatë,
mirë po të qonë në destinacion, të qonë të kënaqësia e Allahut, të takimi i pashmangshëm me Zotin e gjithësisë. Secili prej nesh ka një takim ballë për ballë me Zotin e gjithësisë, drejt për drejt me Allahun lartësuar. Do t'i flasi Allahu, nuk do të ketë përkthyes. Nuk do të ketë përkthyes mes Allahut dhe robit. Do ta pyesi si ka jetuar, a e ka adhuruar, për kë ka jetuar, cilin ka marrë për Zot, dhe si ka qenë gjatë saj rruge, ai është përmbajtur apo jo. Besimtari i cili është i vetëdijshëm, e di që e ka këtë takim me Zotin, nuk shpërqendrohet, nuk lodhet, nuk dorëzohet, i merr të gjitha hallet, të gjitha problemet mbi shpinën e tij dhe nuk ja thyen shpinën, dhe kur nuk dorëzohet. Dhe pastaj e kupton dhe e shijon gradualisht se si Allahu i lartësuar i lehtëson çështjen kur shikon sinqeritet dhe vendosmëri dhe vërtetësi në zemrën e tij. Dhe kur shikon se sa i vetëdijshëm është në rrugën e Zotit dhe nuk shpërqendrohet nga ofertat e ndryshme të cilët vijnë nga djajtë e mallkuar, qofshin prej xhinëve apo qofshin prej njerëzve, nuk shpërqendrohet nga rrugicat, nga ofertat e ndryshme, edhe pse mund të jenë shumë tunduese dhe shumë jorse në momente të caktuara. Ky është besimtari. Kjo është udha e Zotit, kjo është rruga e Zotit. Ndiqeni atë, dhe mos u shpërqendro në fen tënde, dhe mos u dorëzo në fen tënde, dhe mos u dobëso dhe mos u ligështo dhe plogështo madje. Përpiqu që gjithmonë të ruash entuziazmin, freskinë, motivimin, pavarësisht situatave, dhe pavarësisht moshës, dhe pavarësisht gjendjes. Mirë po për ta bërë diçka të tillë, mbase është e lehtë ta thuash, po është jashtëzakonisht e vështirë që të zbresësh praktikisht në terren. Mirë po për të vazhduar këtë rrugë, ne na duhet në mënyrë absolute të ruajmë freskinë, të ruajmë energjinë dhe të kemi gjithmonë karburant. Nëse të mbaron karburanti, atëherë është më se normale që të mbetesh në rrugë. Mirë po si duhet ta konceptojmë ne këtë karburant? Dhe pak mesazhe, disa mesazhe sot me ndihmën e Zotit lartësuar dhe lutem Allahun e madhruar që të na bëj dobi. Çfarë na motivon? Dhe çfarë na jep energji dhe fuqi, freski dhe entuziazëm? Në mënyrë që robi të mos dorëzohet, sepse është një shprehje shumë kuptim plot, mirë po e dhimbshme disi. Kur thot shumë e kanë filluar, të shumt janë ata të cilët e kanë filluar këtë rrugë, mirë po më të pakët janë ata të cilët kanë shkuar në destinacion. Të shumt janë ata të cilët e kanë filluar këtë rrugë, rrugën e Islamit, të adhurimit të Zotit, të përfshihesh në këtë sistem hyjnor, besimi, orientimesh, dispozitash, vlerash, moralesh dhe kështu me radhë. Shumë e kanë filluar, mirë po vallë që të gjithë kanë shkuar në destinacion. Allahu na forcoft zemrat dhe këmbët tona që të shkojmë faqe bardhë në destinacion. Çfarë na motivon? E para punës të qenë urit i vetëdijshëm. Prandaj nuk mund të imagjinohet, as të konceptohet një musliman i cili nuk është i vetëdijshëm në fenë e tij. Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Si mund të jemi i qëndrueshëm? Si mund të jam durimtar në momentin që nuk jam i vetëdijshëm për atë që do të përballem? Për atë që do të përballem, si mund të jesh i vazhdueshëm, i qëndrueshëm? Ndërkohë që ti nuk e di natyrën e rrugës. Prandaj na duhet edhe një herë e themi dhe theksojmë, të mësojmë fenë e Zotit, të njohim Allahun mirë, të njohim Islamin, të kuptojmë urtësinë e Allahut të lartësuar në çështje të caktuara, të njohim kaderin e Zotit, caktimin se çdo gjë që ndodh me kader të Zotit, dhe aty fshihet shumë urtësi, fshihen shumë mirësi dhe mesazhe prej Allahut të lartësuar. Të njohim fenë që na ka dhënë Zoti i lartësuar për të na ndriçuar, lehtësuar dhe zbukuruar jetën, jo për të na ngarkuar dhe për të na vështirësuar jetën tonë. Ta kuptojmë në këtë formë, të qasemi Islamit me shumë kënaqësi, me shumë gëzim, dhe ta kuptojmë që është prej Allahut, është sistem hyjnor, besimi, vlerash, dispozitash për të na dhënë jetë dhe për të na shtuar kënaqësinë dhe lumturinë në jetën e kësaj bote. Prandaj
dhe i dërguari i Zotit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi din." Ati që Allahu ja do të mirën, e bën që të ketë një kuptim të thellë në fenë e tij. Jo thjesht të di diçka prej Islamit. Unë jam musliman dhe kaq. Ati që Allahu ja do të mirën, i mundson që të ketë një kuptim të thellë, jo bazik, jo sipërfaqësor, por shumë të thellë rreth fesë, rreth Islamit dhe gjithçka që vjen prej Allahut të lartësuar. Në momentin që ne kemi këtë njohuri të domosdoshme rreth fesë tonë, kuptojmë pastaj dhe rolin dhe pozicionin që kemi në tokë, si më këmbës të Allahut të lartësuar në tokë, si qenia më fisnike që ka krijuar Zoti i gjithësisë. Përse për një mision shumë fisnik dhe madhështor. Tjetë më këmbë si Allahu të lartësuar në tokë, ta adhuroj Zotin, ta lavdëroj Allahun, ta jetoj jetën në tokën e Zotit sipas dispozitave dhe orientimeve që ka caktuar Zoti i lartësuar. Nëse e bën diçka të tillë, automatikisht u kalon, kjo qenie i kalon edhe melekëve, edhe ëngjëjve dhe gjitha gjallësave dhe krijesave të tjera. Kuptojmë përgjegjësinë, el-mes'uliyya, amaneti, përgjegjësia. Ajo që Allahu lartësuar në Kur'anin famëlar thotë, nuk pranoi ta mbante këtë mes'ulije, këtë amanet dhe këtë përgjegjësi as qiejt, as toka, as malet, wa hamalaha al-insan. Dhe e mori përsipër, e mori njeriu. Unë do jem rob i Zotit. Unë do ta adhuroj Zotin. Nëse e bën, do të jesh shumë i shpërblyer. Në të kundërt, nëse heq dorë nga kjo përgjegjësi dhe nga kjo amanet, atëherë ti ekspozohesh dëshkimit të Zotit të lartësuar. Prandaj, kur e pyet profeti i Zotit, Muadhin dhe i thot: "E di ti se cila është e drejta e Allahut mbi robërit e tij? E di ti që njerëzit kanë detyrime karshi Zotit? Allahu ka të drejta karshi krijesave, i ka krijuar, i ka sjellë në ekzistencë, i ushqen, i shëron, i mbikëqyr, kujdeset, ka përgatitur për ta këtë dunja, njëkohësisht ka përgatitur për ta dhe përjetësinë, ka të drejta Zoti i gjithësisë mbi këto krijesa, mbi njeriu. E di se cila është e drejta e Allahut mbi krijesat e tij." Tha Allahu dhe i dërguari i tij e di më së miri, tha të adhurojnë pa rreshtur, pa u dobësuar, pa u mërzitur, pa u velur gjithë jetën dhe kur mos të shpërqendrojnë nga ky adhurim. Nëse e bëjnë diçka të tillë, Allahu i ka ngarkuar vetes së tij pastaj detyrën që do t'i nderoj, do t'i shpërblej, do t'i lartësoj si në këtë botë dhe në botën tjetër. Kontratë fisnike, më madhështoria, kontrata që është mes krijuesit dhe krijesës, që lutim Allahun lartësuar që ta zbatojmë në mënyrën më korrekte. Aty pastaj kuptojmë, pasi lexojmë dhe kuptojmë këtë përgjegjësi dhe këtë amanet, kuptojmë që brenda kësaj kontrate ka shpërblim dhe çfarë shpërblimi. E dini se si e ka quajtur Allahu lartësuar të gjitha format e shpërblimit që i shpërblen robërit e tij besimtar në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Ka quajtur men dhalladhi yuqridu Allaha qardan hasana. Kush është i gatshëm t'i huazojë Zotit të tij një huazim të mirë? Kush është i gatshëm t'i huazojë Zotit të tij një huazim të mirë? Kush është i gatshëm të bëjë një punë të mirë? Allahu e merr përsipër. Allahu e merr e depoziton këtë punë të mirë që ti ke bërë. Mund të jetë një fjalë, mund të jetë një sadaka, mund të jetë një pengesë që heq nga rruga dhe lehtëson dhe rahaton robërit e Zotit. Mund të jetë një falje, një tolerim apo një diçka. Allahu e bleu këtë vepër, e huazoi, do ta kthej. Mirë, po si e kthen Zoti atë gjë që e huazon? Shumë fish, nga 10 fish dhe në 700 fish, deri në adhaafen kathira, deri në akoma më shumë, sa që do të mahnitet, do të çuditet, do të befasohet robi kur të shohi kontributin minimal të vogël që ka patur prej punëve të mira në jetën e kësaj bote, se si Allahu është kujdesur për të, dhe se si Allahu e ka zmadhuar dhe ka shumë fishuar, do të befasohet kur të gjej vepra gjigande madhështore në peshorën e veprave të tij. Pse? Se kështu shpërblen Zoti. Dhe Allahu lartësuar e ka quajtur gjitha punët e mira që ne bëjmë tregtim me Zotin lartësuar dhe kur nuk humbet ai që tregton me Allahun, asnjëherë nuk humbet ai që tregton me Allahun lartësuar. Dhe dini edhe diçka të nderuar, që prej formave më të bukura dhe më të rëndësishme dhe më të domosdoshme të shpërblimit me anë të cilës shpërblen Allahu, e dini se cila është? Qetësia shpirtërore, qetësia mendore.
të biesh rahat, jesh rahat. Të jesh rahat në shpirt, edhe pse mund të kesh probleme të shumta në jetën e përditshme. Ajo kënaqësia dhe ëmbëlsia e imanit. Kënaqësia, ëmbëlsia e imanit, ajo për të cilën kanë thënë edhe themi dhe e din, që nëse nuk do të ishte në zemra dhe në kraharorët e besimtarëve dhe besimtarëve, është e pamundur ta adhuronin Allahun në vazhdimsi, pa ndërprerje derisa të dorëzoni shpirtin. Është e pamundur. Mirë po, përjetojnë, shijojnë në shpirtin e tyre, në zemrën e tyre, ëmbëlsinë e imanit, të besimit. Ëmbëlsinë kur falen, ëmbëlsi i besimi kur agjërojnë, ëmbëlsi i besimi edhe kur japin prej pasurisë së tyre, ëmbëlsi i imani, besimi edhe kur durojnë hallet, sprovat, vështirësitë, sepse duron në emër të Allahut për hir të Zotit, siç Allahu i lartësuar i ka kërkuar. Ëmbëlsi. Gjë që nuk e kanë këtë ëmbëlsi, të tjerët të cilët e kanë humbur pikërisht kontratën apo raportin, marrëdhënien me Zotin e lartësuar. Prandaj kanë thënë, në dunja është një xhenet. Kush nuk hyn në të, vështirë sa do hyjë në xhenetin e botës tjetër. Në dunja ka një xhenet. Kush nuk hyn në këtë xhenet, vështirë sa do të hyjë në xhenetin e botës tjetër. Thanë, cili është, ku është ky xhenet? Tha, ëmbëlsia, kënaqësia, rehatia, qetësia shpirtërore që ndihen besimtari duke adhuruar Zotin. Qetësia shpirtërore, pavarësisht se njerëzit mund të jenë në gjendje depresive, problemesh, mënyrën se sa vështirë përballojnë dunjan, edhe pse nuk u mungon diçka prej aspektit material, e shikon besimtari me të gjitha hallet dhe me të gjitha problemet, që ka lumturi, ka qetësi. Prandaj dhe Allahu i lartësuar ka thënë: "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Ai që përgatitet për takimin me Zotin, do t'i shijojë patjetër dy xhenete. Një xhenet në këtë botë dhe një xhenet në mënyrë më të plotë në botën tjetër kur dalin përpara Allahut të lartësuar dhe kur futen në përjetësi. Gjithashtu, na ndihmon për të qenë të vazhdueshëm dhe të motivuar në këtë rrugë. Fakti tjetër që ne duam të shpëtojmë shpirtin tonë. Allahu i lartësuar e ka përkufizuar suksesin e madh në një fjali të vetme, në një ajet kuranor. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Ai i cili e shpëton veten e tij nga zjarri dhe futet në xhenet, ai e ka arritur suksesin më të madh. Nëse të pyet dikush për kufizimin e suksesit absolut, mjaftohet me këtë fjalë. E para punës njerë duhet të bindim veten tonë, duhet të mësojmë veten tonë me përkufizimin e suksesit absolut. Është kush e shpëton veten e tij nga zjarri dhe pastaj i mundson vetes së tij përjetësinë në xhenet, faqad faz. Ai e ka arritur suksesin gjigant, madhështor, absolut. A ka suksese të tjera? Patjetër që ka suksese të tjera. Mirë, po janë të pjesshëm. Nuk janë të plot, nuk janë në mënyrë absolute. Prandaj ne duam t'i mundsojmë vetes tonë, pastaj familjarëve, të afërmve dhe të dashurve tanë, suksesin absolut, i cili arrihet duke përqafuar fort kënaqësinë e Allahut dhe xhenetin dhe duke shpëtuar në mënyrë të përhershme nga zjarri i xhehenemit. Allahu na ruajt, që Allahu i lartësuar thot nuk hyj në të, nuk do të futet në të, veçse një mirë. Veçse një mirë që e ka lënë pas dore veten e tij, nuk ka kuptuar pozicionin, nuk ka zbatuar detyrat, vetëm se një mirë që nuk njeh prioritetet për parësitë, nuk ka arritur të ndërtojë veten e tij. Vetëm një njeri i tillë, Zoti i gjithësisë e hedh në dënim. Allahu na ruajt. Gjithashtu të nderuar, ne e dim shumë mirë. Dhe elhamdulillah Zoti, ditë pas dite e shijojmë që kjo fe është e lehtë. Pra na motivon të vazhdojmë rrugën, të jemi besimtar, të jemi të qëndrueshëm, madje të rrisim dhe të shtojmë dozën e imanit dhe të raportit me Zotin, edhe fakti që kjo fe është e lehtë. Dakor, rruga është e gjatë, destinacioni është i largët, dakor, mirë po shumë e lehtë. Islami është fe e lehtë, sepse është një kostum që përshtatet plotësisht natyrshmërisë njerëzore. Madje edhe nuk gabojmë nëse e themi që në fen tonë nuk ka ndalesa. Po se mund t'i quajmë këto ndalesa thjesht orientime.
të zvendçon një rrugë me një rrugë tjetër, thotë, po, këtu mos kalo, por automatikisht ke rrugën tjetër për të kaluar. Si tabela, si sinjalistika rrugore, e cila është për të na orientuar, për të na shpëtuar dhe për të na lehtësuar jetën. Islami, sistem vlerash, dispozitash, për të na ruajtur Zoti i lartësuar, për të na mbrojtur dhe për të na mundësuar lumturinë në këtë botë dhe pastaj për të na orientuar në xhenet dhe në përjetësi në botën tjetër. Është i lehtë. Yuridullahu bikumul yusr. Allahu do më të lehtën për ju. Dhe ne e shohim se sa i lehtësohet robit edhe namazi, pasi e bind veten që duhet falet, edhe agjërimi, pasi e bind veten që duhet të agjëroj, edhe xhamia, pasi e bind veten që duhet ketë takim me Zotin në shtëpinë e Allahut të lartësuar, sipas mundësisë dhe sipas rastit. E kështu me radhë. Dhe jo vetëm që është e lehtë, por ky Islam është stoli. Ja bani Adem qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khair. O bijtë e Ademit, o ju krijesat e mia, thotë Allahu i lartësuar, ju ka mundsuar që të visheni, ju ka mundsuar rroba që të visheni. Ato ju zbukurojnë, ato dhe ju mbrojnë nga i nxehti dhe nga i ftohti. Po ta dini që është dhe një uniform tjetër, wa libasu taqwa dhalika khair. Ta dini se uniforma e devotshmërisë, ajo është më e mira. Nëse nuk ke uniformën e devotshmërisë të besimit, s'ke për të stolisur në mënyrë të plotë. Nuk të stolisin do të as rrobat firmato, të shtrenjta, as parfumet e shtrenjta, apo ku diun, nëse nuk ke uniformën e devotshmërisë, të raportit të ngushtë me Zotin, i kërkohet besimtarit të bashkojnë mes të dyave, dy bukurive, dy uniformave dhe zbukurimeve. Atë që i përket anës së brendshme, që është lidhja me Zotin, devotshmëria dhe vlerat dhe moralet, po pse jo edhe aspekti fizik dhe ana e jashtme, dhe kështu ke për të parë një qenie të mrekullueshme që ecën në tokën e Zotit të lartësuar, prej të cilit buron vese hajër dhe mirësi dhe nuk buron asnjëherë dëm apo sherr. Dhe diçka tjetër shumë e rëndësishme, të nderuar, na motivon shumë për të qenë besimtar të mirë, kokë ulur, të dëgjueshëm dhe zbatues të përpikt të Zotit, të dispozitave të Allahut të lartësuar. Dhe të vazhdueshëm rrugës për destinacion, fakti se duhet jemi mirënjohës. Duhet të jemi mirënjohës. Dhe sa shpesh e përmendim, dhe ju e dini atë momentin kulminant, ku një ditë bashortja Aisha, radhiyallahu anha, e mëshiron të dërguarin e Zotit, sepse vazhdonte që të falej shumë, derisa thëmrat e këmbëve ishin enjtur, nga qëndrimi i gjatë në këmbë, duke i lutur dhe duke i falur Allahut të lartësuar. Dhe i thotë, oj dërguari i Zotit, ti je njeri që ketë garantuar xhenetin, ti je njeri që gjunati ka falur Allahu, ti je njeri që askush nuk ka arritur dhe as ka mundësi të arrijë atje ku ti ke arritur. Pse nuk e lehtëson pak veten tonë? I thot, oj Aisha, efela ekunu abadan shakura. A nuk më takon të jem një rob mirënjohës? A nuk më takon të jem një rob mirënjohës? A nuk na takon t'i themi faleminderit Zotit duke u falur? A nuk na takon t'i themi faleminderit Allahut për të gjitha mirësitë që na ka dhënë dhe të dëgjojmë me vëmendje çfarë kërkon prej meje o Zoti im? Sepse gjithçka që ti kërkon është e duhur, është në dobinë time. A nuk më takon të them faleminderit? Ne në raportin njerëzor, njëri me tjetrin, nëse dikush na gjendet pranë në një moment të vështirë, nuk i harrojmë kurrë. Sa herë shohim dhe takojmë i themi, ti nuk të harroj. Faleminderit shumë, Zoti ta shpërbleft. Po Allahut. Për këtë arsye kemi një sure e cila quhet surja Ar-Rahman, ku Allahu i lartësuar përmend, përsëritet në këtë sure 33 herë. I njëjti citat, i njëjti ajet, fa bi ayyi ala rabbika tukadhiban. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban. Cilën mirësi prej mirësive të Zotit po e mohoni? Cilën mirësi prej mirësive të Zotit po e mohoni? Sa herë u përsërit? 33 herë. Përmend një mirësi prej mirësive Allahut, pastaj thot cilën mirësi prej mirësive të Allahut ti guxon të ta mohosh? Qoftë e mohon me gjuhë apo e mohon me qenien tënde dhe me veprat e tua. Prandaj na motivon shumë për të vazhduar rrugën të qenurit, dua të jem mirënjohës.
Prandaj shumë lehtësisht mund të bindim dhe veten tonë të nderuar, por njëkohësisht dhe dikush i cili është interesuar, pse falesh? Pse je musliman? Pse e bën këtë gjë apo atë gjë? Thua, dua t'i them faleminderit Allahut për mirësitë e shumta që më ka dhënë. Më gjej, nëse të kërkohet një shkak për të cilin ti je sot këtu në xhami, në këtë moment tani, dua t'i them faleminderit Allahut për mirësitë që më ka dhënë. Ka vetëm një problem, nuk di nga cila ta fillojmë përpara. Nga ta fillojmë përpara. Ta filloj nga ekzistenca, nga jeta, nga shëndeti, nga shikimi, nga dëgjimi, pastaj nga familja, nga puna, apo duke hedhur një vështrim rreth e përqark në dunja dhe duke parë se çfarë halle kanë njerëzish, ku u mungon, u lipset siguria, ndoshta ushqimi minimal i domosdoshëm, jetësor, apo shëndeti, dikë tjetër shëndeti, dhe unë hedh një vështrim në veten time dhe i kam elhamdulillah Zotit që të gjitha, apo të dalë aty në rrugë dhe të hedh një vështrim akoma më të gjerë dhe të shikoj se si njerëzit harxojnë jetën e tyre duke adhuruar gurin, duke adhuruar pemën, duke adhuruar dhe shenjtëruar njerëzit, apo dikush tjetër me krenari pretendon se s'ka Zot, apo s'ka botë tjetër dhe s'ka takim me Zotin apo. Pra përse nga t'ja filloj për ta falendëruar fillimisht dhe më shumë Allahun Zotin tim për Islamin, për këtë fe madhështore që na ka dhënë dhe kështu me radhë. Dhe ne në këtë rrugë, or të nderuar, do të gjesh aty njerëz, nuk je i vetëm, elhamdulillah. Dhe kjo na lehtëson shumë. Ke njerëz, po i një vështrim majtas djathas. Kush janë bashkë udhëtarët e tu? Ata të cilët janë vëllezërit e tu. Dhe ata të cilët i bashkon një qëllim, jo interesi. As ngjyra e lëkurës, as kombësia, as doj detaj tjetër. Mirë po i bashkon një fjalë. La ilaha illallah, një besim, një zemër, një mision të bëjnë mirë në këtë dunja. Po, je prej atyre të cilët duan që të bëjnë mirë në këtë botë dhe të pengojnë, të evitojnë dhe të largojnë nga keqja, po, bujrum, bashkohu me këtë ekip, me këtë bashkësi. Huwa sammakumul muslimina min qabl fi hadha. Allahu është ai i cili ju quajt juve musliman. Edhe në librat e mbarshëm, edhe në këtë libër, edhe në Kur'an, na bashkon kjo fjalë. Dhe na bën një trup i vetëm dhe hidh një vështrim. Do të shohësh njerëzit më të mirë, me zemrat më të mira. Dakord, nuk janë ëngjëj, nuk janë melek, edhe ata që falen me ty dhe me mua. Dhe ne për njëri tjetër nuk jemi melek dhe ëngjëj. Mirë po, do të gjesh zemrat më të mira, njerëz më të predispozuar dhe të gatshëm për të bërë mirë, dhe njerëz të cilët ballin e tyre vendosin në sejdë vetëm për Allahun e lartësuar. Dhe do të shohësh që në këtë rrugë kanë shkelur ajka njerëzimit. Fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alehim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Do të shohësh se aty kanë shkelur burrat më të mëdhenj, burrneshat të cilat kanë lënë gjurmë në tokën e Zotit dhe në këtë rrugë. Do të shohësh që aty do të kanë shkelur profetët, dëshmorët, të vërtetët, të sinqertët, të devotshmit, bamirësit e mëdhenj, ata të cilët janë shembull në durim, ata të cilët kanë lënë gjurmë dhe kanë investuar për këtë në këtë dunja, dhe ata të cilët nuk kanë jetuar për veten e tyre, nuk kanë qenë egoista, nuk kanë jetuar për veten e tyre, por kanë lënë diçka dhe kanë dhënë diçka për njerëzimin dhe për bashkësinë. Hidh një vështrim, lexoje, shfletoje historinë, shikoj tani në aktualitet, se kush i bashkangjitet ti karvanin. Njerëz që kanë frikë se mos kur dalin në rrugë se mos shtypin një mizë, edhe aty ndihen keq. Se mos shtypin me makinë një mace, nuk e mbledhin dot veten dhe ndihen keq. Njerëz të cilët absolutisht parimi i tyre është më i miri për ju, është më i dobishmi për njerëzit. Prandaj orë të nderuar, kjo është rruga e Zotit, ky është Islami. Dhe falenderojmë Allahun lartësuar që na ka mundsuar dhe na ka bërë rizq të qenurit musliman. Dhe falenderojmë Allahun lartësuar që në këtë rrugë nuk kemi të vetëm. Na ruajt Zoti i lartësuar dhe na forcoftë Allahu i lartësuar zemrat, këmbët, na ruajt Allahu i lartësuar vëllazërinë, unitetin, bashkësinë, ummetin, dhe çliroftë Allahu i lartësuar ummetin dhe gjithë muslimanët, dhe gjithë besimtarët dhe njerëzit e mirë
nga çdo lloj sprove vështirësie që ka rënë, në veçanti nuk do të harrojmë në çdo xhuma dhe në çdo sejdë dhe në çdo moment njerëzit më të sprovuar që janë në tokën e Zotit, banorët e Gazës, të Palestinës dhe kudo qofshin në rrezullin toksor. Allah ju mbuloft me mirësitë e tij dhe Allah ju shpërbleft për çdo të mirë që keni bëni, në veçanti edhe për vëmendjen, dhe lutim Allahun lartësuar që të na nderojë, lartësojë dhe na shpërblejë në këtë botë, dhe të na fali dhe të na mëshirojë dhe të na shpërblejë në botën tjetër në momentin kur të takojmë Zotin e gjithësisë. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullaha al-azim li wa lakum.